Kosharja, vendi ku zhvillua një nga betejat më të ashpra dhe më përmasa gjithkombëtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, mbetet një simbol i qëndresës, sakrificës dhe trimërisë së popullit shqiptar. Në këtë betejë historike ku përballen forcat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës me ushtrinë serbe në një nga vijat më të fortifikuara të kufirit, shumë luftëtarë dhanë jetën e tyre për çlirimin e Kosovës nga okupatori serb. Ndërta, ishte edhe dëshmori Fadil Maloku, i njohur me Novkën Murtaja, i cili ishte ndër ushtarët më të shkathët në ato zona të luftës. Fadil Maloku lindi më 25 mars të vitit 1978 në fshatin Gjosaj të Junikut. Ai erdhe në jetë në një familje të thjeshtë fshatare, e cila megjithëse jetonte në kushte të vështira ekonomike, njihej për bujarinë dhe mikpritjen e saj. Prindërit e tij, Halili dhe Shkurta, rritën një familje të madhe me shumë dashuri dhe përkushtim. Shkollimin fillor Fadili e kreu në Jasiq dhe më pas në Junik, duke treguar që në moshë të re një përkushtim të veçantë ndaj dijes. Ai vazhdoi shkollimin e mesëm në paralelet e gjimnazit në Junik, për ta përfunduar atë më pas në Deçan. Gjatë gjithë kohës së shkollimit, ai u dallua si një nxënës i shkëlqyeshëm me rezultate të larta dhe sjellje shembullore. Ishte i respektuar nga shokët dhe i vlerësuar nga mësimdhënësit. Një i ri me vlera të forta morale dhe një ndjenjë të thellë përgjegjësie. Kontaktet e para të Fadilit me lëvizjen patriotike nisën herët. Ai u ndikua nga familjarët e tij, veçanërisht nga nipajt nga panxhajt e Vokshit, të cilët kishin pasur lidhje dhe kishin pritur figura të rëndësishme të rezistencës shqiptare, si Adem dhe Hamaz Jashari, si dhe Sali Qeku, që nga viti 1991. Këto ndikime lanë gjurmë të thella në ndërgjegjen e tij dhe ndihmuan në formimin e bindjeve të tij adhetare. Në fund të qershorit të vitit 1998, Fadili ndërmori hapin vendimtar drejt rrugës së luftës. Ai u takua me prorin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Rustem Berisha, në fshatin Jasiq. Ky takim shënoi një kthesë të rëndësishme në jetën e tij. Fadili u angazhua në njësitin Shqiponia, duke bërë pjesë aktive e luftës për çlirim. Stërvitjet ushtarake zhvillojnë në disa prej zonave më të rëndësishme të organizimit të UÇK-s, si në Glogjan, në Koshare dhe në Malsinë e Veriut. Betimin ushtarak e dha më 28 mars të vitit 1998 në Glogjan, duke u betuar për luftë deri në çlirimin e vendit. Gjatë periudhës së luftës, Fadili mori pjesë në një sër betejash të rëndësishme. Ai luftoi në Voksh, Glogjan, Carabreg, Jablanic, Junik, Zhare dhe së fundmi në Koshare, duke qenë pjesëtar i brigadës 138 Agim Ramadani. Në çdo betejë ai ushqua për trimëri, përkushtim dhe vendosmëri të jashtëzakonshme. Në datat 9 dhe 10 prill të vitit 1999, në kuadër të njësisë Kobra, nën komandën e komandantit të batalionit të parë Skënder Hasan Xhekaj, Fadili mori pjesë në realizimin e një detyre shumë të rëndësishme, marrjen e kazermës ku ishin të vendosura forcat serbe. Ky operacion ishte një nga momentet kyçe të betejës së Kosharës. Më 11 prill 1999 filloi realizimi i një operacioni tjetër. Njësiti Kobra u nis në drejtim të Oplazit, duke vazhduar përparimin në terren të vështirë dhe nën kushte të rënda lufte. Në këto luftime të ashpra, Fadili përdori një sër armësh, duke përfshirë pushkën, snajperin, kalashnikovin dhe mortajen. Pikërisht nga aftësia dhe mjeshtria e tij në përdorimin e mortajes, ai mori edhe Novkën Murtaja. Më 9 prill 1999, ai ishte ndër luftëtarët më aktiv në betejën për shembjen e kufirit shqiptar pranë Padeshit. Në kuadër të njësisë diverzante vëzhguese Kobra, ai kishte rol komandues dhe kontribuoi në mënyrë të jashtëzakonshme në këtë operacion historik.
Njësia e tij arriti sukses të madh, edhe në aksionin për marrjen e Karaullës në rast të Gosharës, një pikë strategjike shumë e rëndësishme. Luftimet në këtë zonë ishin të ashpra dhe të pandërprera. Një nga betejat më të rënda u zhvillua më 16 prill të vitit 1999. Në këtë ditë, Fadil Maloku ra në rast të Gosharës, duke hyrë përgjithmonë në historinë e kombit si dëshmor i lirisë. Së bashku me Fadilin, në të njëjtën betejë ranë edhe 6 dëshmorë të tjerë: Gëzi Morina, Selver Kryeziu, Gjevat Nitaj, Zekere Dardhishta, Zeki Shulemaja dhe Ismet Mustafa. Rënia e tyre përbën një nga momentet më të dhimbshme, por njëkohësisht më krenare të luftës sonë për liri. Trupi Fadil Malokut u varros fillimisht në qytetin e Baramcurit në Shqipëri më datën 19 prill 1999. Pas çlirimit të Kosovës, më 23 gusht të pati viti, ajo rivarros në varrezat e dëshmorëve në Koshare, aty ku kishte rënë për liri. Emri i tij skalitur e ngritur në Junik dhe në Koshare në vendin e rënjes, duke mbetur pjesë e kujtesës kolektive. Nga gjërat e tij personale, kanë mbetur thika, ora dhe rripi, dëshmi të jetës dhe luftës së tij për liri. Familja e Fadil Malokut është nderuar me mirënjohje nga shoqatat e dala nga lufta dhe nga Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Kosovës, si shenjë respekti për sakrificën e bërë. Historia e tij është një kujtesë e gjallë e asaj që do të thotë të sakrifikosh gjithçka për lirinë e atë dheut. Fadil Maloku, Murtaja, mbetet një emër që do të jetojë gjithmonë në ndërgjegjen kombëtare, si simbol i guximit, besimit dhe përkushtimit ndaj lirisë.